Ditën e djeshme një ngjarje e rëndë ndodhi në Vushtrinë të Kosovës, ku pronari një fure buke vrau me armë punonjësen e tij 42 vjeçaren Nexhmie Musliu Aradini dhe më pas qelloi edhe veten. Sipas familjarëve të punonjëses, shkak mund të jetë bërë xhelozia, pasi kjo e fundit kishte zgjedhur të punonte diku tjetër. Djali i të ndjerës, Alaudin Aradini, përmes një fotoje ku shihet në krahët e nënës së tij kur ka qenë foshnjë, ka bërë një dedikim prekës. Inshallah në xhenet nana jem, ka shkruar ai në Facebook. Autori i vrasjes së saj, që ishte edhe pronari i furrës, ishte shtetasi Arsim Morina. Viktima, e cila mbeti e vrarë në stanot të Vushtrisë, ishte e moshës 40 vjeçare. Lajmin e bëri të ditur familjari i saj, Rahim Ajeti, i cili dha detaje lidhur me vrasjen. Ai ka thënë se viktima dhe burri i saj kishin punuar më herët me të dyshuarin për vrasje dhe se ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për arsye xhelozie të ndërimit të vendit të punës. Ndërsa theksoi se e ndjera kishte qenë një grua shembullore. Jam familjari i së ndjerës, dua të ju njoftoj se siç po qarkullojnë informatat, nuk jam burrë grua. Para një kohe ka qenë punëtore e tyre me gjithë bashkëshortin, por rrethanat se si ka ardhur deri te vrasja nuk i dim as ne si familje. Ka qenë një grua shembullore. Xhelozia sepse ka shkuar te një tjetër vend me punu, e ka lënë te unë, tha ai. I afërmi i të ndjerës, Rahim Ajeti, tregoi më pas se viktima ishte shoqëruar së bashku me një shoqe dhe vajzën e saj të mitur, e cila ishte dëshmitare e gjithë skenës së vrasjes së nënës së saj. Duke ardhur, ajo ka qenë me kojshikën dhe vajzën e saj. Në nënkalim, ai e ka privuar nga jeta Nexhmien, ndërsa ajo ka mbetur e lënduar dhe është e shokuar edhe vajza sepse ka qenë vajza 12 vjeçe me nënën. Ajo e ka parë të gjithë skenën, tha Ajeti. Ndërkohë, në pamjet e publikuara, në momentin kur burri i gruas së vrarë mbërri në vendin e ngjarjes, ai duket shumë i rënduar emocionalisht, ndërsa disa të tjerë përpiqen ta ngushëllojnë, por ai vazhdon të mbajë duart në kokë dhe të qajë me dënesë. Ndërkohë, frika dhe pasiguria e kanë pllakosur Vushtrinë. Rrugët u dukën më të heshtura se zakonisht ditën e sotme, ndërsa banorët flasin me zë të ulët për ngjarje tronditse. Nuk e prisja kështu, e shija lajmin në portale dhe nuk mund të besoja, thot mes lotësh 19 vjeçari Alaudin Aradini. Nëna e tij 42 vjeçe, Nexhmie Aradini, u vra me armë zjarri në fshatin Stanot të komunës së Vushtrisë, ndërsa autori dyshuar i krimit, 58 vjeç, vrau më pas veten. Më pak se 24 orë më herët, Vushtria ishte tronditur nga një tjetër ngjarje e rëndë, siç ishte vrasja e një 19 vjeçari në qendër të qytetit. Për të dyja rastet, autoritetet thonë se janë duke kryer hetime duke mbledhur prova, por për Alaudinin dhimbja është e padurueshme. Nëna ka punuar në furrë buke për të na mbajtur neve, tha ai për mediat. Me baban dhe 2 motrat më të vogla, Alaudini e gjen veten në një realitet të ri e të papritur. Vrasja e nënës time duhet të jetë rasti i fundit, thot ai, pa dashur të flasë më gjatë. Më pak se 15 kilometra larg fshatit të tij, brenda në qytetin e Vushtrisë, banorët dëgjuan për këtë rast, ende pa u këndellur nga vrasja e 19 vjeçarit nga një bashkëmoshatar i dyshuar. Krejt qyteti është në panik, thot Azir Shabani. Të ndodhin këto gjëra në muajin e shenjtë të Ramazanit është katastrofale, shprehet ky qytetar i Vushtrisë. Qyteti është shumë i zymt edhe për bashkëvendësen e tij, Avdije Maxhuni. Vrasja andej e këndej, nuk besoj se jemi shumë të sigurt. Fëmijët të mbartin armë, kjo është katastrofë, thot 56 vjeçaria. Një pjesë të përgjegjësisë ajo drejton edhe tek institucionet e shtetit, duke thënë se policia duhet të jetë më organizuar dhe më e pranishme, sidomos në rrugët e lagjet që frekuentohen më shumë. Këtë mendim e ndan edhe Nexhmedin Hyseni. Duhet të ketë policë civil më shumë, jo në uniform, thot ai, duke bërë me gisht nga një rrugë e qytetit e mbushur me kafene.